Të nderuar shikues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se vini në emisionin Impact, pjesë e projektit të Institutit Media e Lirë. Emisioni ynë është i pavarur, është një nismë vullnetare dhe synon t'ju sjell juve synon t'i sjell publikut shqiptar disa alternativa mendimi dhe idesh në fushën e politikës, fesë dhe kulturës. Sot të ftuar në emisionin ton, në nderon me pjesëmarrjen e tij, studiuesi Zoti Xhafer Sadiku. Zoti Sadiku, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Dy fjalë shkurtimisht për të ftuarin ton. Zoti Sadiku është i lindur në Përmet në vitin 1954, është studiues i historisë, autor i shumë botimeve dhe i shumë librave në fushën e historisë, ndërto po përmendim monografi për gjendarmërinë shqiptare, genocidin mbi kulakët në Shqipërinë komuniste dhe libri për të cilin do të diskutojmë sot, Shqipëria 1878-1928, roli i elitës politike. Ky është libri për të cilin do të diskutojmë sot me studiuesin dhe me të ftuarin ton, Zotin Sadiku. Atëherë, Zoti Sadiku, pa humbur kohë, fillojmë me pyetjen e parë. Në librin Shqipëria 1878-1928, roli i elitës politike, ju keni studiuar një periudhë të historisë prej gjysmë shekulli, rolin e elitës shqiptare të kësaj kohe. Libri ka 1935 referenca, nga të cilat 152 tituj librash dhe 26 periodikësh. Si shikohet nga shifrat, janë një volum shumë i madh pune, për të cilat me siguri juve ju është dashur vite punë. Cili është motivi që ju ka shtyrë për të kryer një punë të tillë voluminoze, e cila ka kërkuar një impenjim nga ana juaj kaq të madh? Faleminderit. Vitet e shkuara kur punoja mësues në shkollën e Zhepovës Përmet, një nxënës më ka bërë një pyetje, mësuesi historisë, më ka bërë një pyetje. Si ka mundësi që historiografia jonë që nga viti 1878 deri vitin 1912, kur shpallur pavarësia do nga lidhja e Prishtinës deri te pavarësia e Shqipërisë, është pothuajse bosh dhe një periudhë gati 35 vjeçare është e pa mbuluar me tekste dhe me studime, qoftë për shkollat e mesme, po dhe për ato të lartat. Ky ishte motivi, nxitja fillestare që më ka bërë të studioj në fushën e historisë, për të kthyer përgjigje atij nxënësi dhe të tjerëve që aso kohë nuk ja u ktheva dot. Libri në fjalë, për të cilët më pyet, është një punë shumë vjeçare, gati 10 vjeçare, që trajton këtë temë. Don Shqipëria, ajo pjesa, çfarë ishte Shqipëria e atyre viteve, cili ishte shqiptarët, çfarë vendi lirin, zinin në histori. Në kuadrin e perandorisë osmane, sidomos në pjesën evropiane e perandorisë që është Rumelia, dhe çfarë ishte elita, a ishte integruar, çfarë roli kanë pasur në ngjarjet e mëdha historike që preket Shqipëria, që ndikonin mbi Shqipërinë. Ky ka qenë motivi im, për të cilin kam studiuar. E para, e dyta është historiografia zyrtare, siç e dinë të gjithë, ne nuk kemi një traditë në fushën e historiografisë zyrtare, për shkak se libri i parë ose ndër librat e parë është libri i Sali Alkokondit, ose ndonjë botim i Medi Frashit, i Mustafa Kruis, dhe vetëm në vitin 1937, mbreti Zoga Sokoe krijoi një komisioni që quhet në histori 25 vjet vetë qeverim, i cili mblodhi dokumentat për të bërë një histori, për të shkruar një histori të Shqipërisë, por ngjarjet që ndodhen pastaj në 39-ën, dihet se çfarë ndodhen, aq më tepër, por nuk duhet ta mohojmë këtë fakt që studimet e Komisionit 25 vjet vetë qeverim nuk i shpëtuan dot subjektivizmit, për shkak se e caktoi regjimi i kohës, ishte regjimi i kohës. Në vitin 1946-45, me fitoren e komunistëve, u diskutua që në muajt e parë, në janar shkurt të 45-s, u diskutua problemi në Komisionin përkatës, ku kryesoi nga ministri i asoj kohe Sejfullah Malshova. Pati dy rryma se si do trajtoi historia e Shqipërisë. E para ishte roli që zinin bejlerët dhe agallarët e Shqipërisë, paria shqiptare e perandorisë osmane, në roli që ata patën në pavarësinë e Shqipërisë, dhe dyta në fushën e historisë së letërsisë. Fajkonisa, gjegjfishta duhet të ishin primarët dhe pastaj të tjerët, dhe rryma tjetër që mendonte se bejlerët kishin luajtur rol negativ, që ishte rryma ultra e majtë,
dhe në fushën e historisë letërsisë do të ishte migjeni baza e studime, ndërsa fishta dhe konisa 10.000 filli se çfarë ka ndodhur. Me ta do që u harruan dhe ajo pjesë. Kështu, historiografia zyrtare hodhi ato shinat e saj ose përcaktoi linjat kryesore ideologjike që ishin figurat kryesore, do të tregoj figurat historike, sipas prizmit të luftës klasave, sipas mik-armik, një pjesë ishte mik dhe pjesa tjetër armik, një pjesë ishte patriot dhe pjesa tjetër tradhtar, një pjesë ishte kjo u shtridhe në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, në fushën e historisë së Ballkanit, kur pjesë shtetet si Turqia për shembull u përcaktua si armike, ndërsa të tjerët sipas konjunkturës politike të kohës. Herë miq dhe herë armiq, por kurrë sipas fakteve historike dhe ngjarjeve që datojnë përgjatë historisë. Ky është motivi që më ka shtyrë dhe ajo nxitja. Në këtë libër trajtoj, nuk e shikoj nga këtë vështrim, e shikoj nga këndvështrimi i juristit, që dhe në raportet e figura historike vendosin në raport jo me njëri tjetrin, jo me ngjarjet që ndodhin vetvete, po ngjarjet vetvete kanë qenë në favor të atëut, në favor të kombit shqiptar. Dhe figurat nuk i kanë parë në këtë këndvështrimi, jo nga këndvështrimi i politikës së kohës, as i politikës zyrtare sot dhe asaj që ka qenë dje. Shikoj vetëm raportin me atëut. Pra, po thoni që keni bërë një studim komplet të pavarur nga influencat politike të kohës kur është bërë ky studim, por jeni përpjekur që të hidhni dritë mbi këtë pjesë të historisë me fakte të reja, të pa influencuara politikisht, ashtu siç është bërë për vite me radhë në tekstet e shumta të shkruara për këtë periudhë. Zoti Sadiku, ju e filloni librin me çështjen shqiptarët në sfondin etnik të Rumelisë. A mund të na thoni me pak fjalë cili ka qenë vendi dhe roli i tyre në perandorinë osmane për periudhën që u merrni në studim? A kanë qenë elita shqiptare politike një zë i përfillshëm për sundimin osman? Shqiptarët duke përjashtuar periudhat e para të pushtimit dhe të sundimit osman, janë integruar që herët në perandorinë osmane, kanë pasur vezir, është e tepër të themi, kanë pasur kryeministra, ministra, por dhe vetë popullsia për shqiptare e aso kohe. Duhet përmendi fakti që në fund të shekullit 19 në perandorinë osmane ishin 60 gjeneral shqiptar. Gjyqtarët më të mëdhenj perandorisë osmane kanë qenë shqiptarët. Shqiptarët më të mëdhenj perandorisë osmane kanë qenë shqiptarët. Po kështu dhe punojësit të tjerë të administratës aso kohe ishin 100.000 familje shqiptare që jetonin me punë në perandori. Kësaj ka bërë jehon, mirëqenies së shqiptarët, asaj kohe ka bërë jehon Vasko Pasha në librin e vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Po kështu dhe një prift si Gasper Jakova Mërturi në librin e vërtetë në librin për shqiptarët, në fjalimin që mbajti në vitin 1903 në një konferencë të mbajtur në Napoli, që i bëri jehon shtypi i kohës, shtypi italian i kohës, dhe ka bërë një panoramë përgjithshme të shqiptarëve, që vend që zinë ata në Rumeli. Posicioni i tyre ndryshoi me platformat politike të shteteve fqinjë siç janë Megalidhea dhe Narçetania 1848 dhe me reformat që bëri Sultan Abdulmexhiti dhe të tjerë. Pastaj, sepse shqiptarët dihet që perandoria ka funksionuar mbi sistemin e mileteve. Dhe si e tillë shqiptarët e ndjen vetëm e ndjen në pozicion të vështirë, sidomos përpara traktatit me luftën ruso-turke. Në luftën ruso-turke shqiptarët humbën terren për shkak se traktati i Shën Stefanit i ndante shqiptarët si mas përkatësisë fetare dhe u kërkonte u merrte trojet e tyre, gjë që 10.000 filli Kongresi i Berlinit e ka rrëzuar me këmbgulën e Anglisë, i ka dhënë poshtë vendimet e traktatit Shën Stefanit, por edhe në Kongresin e Berlinit, atëre shqiptarët dolën si faktor politik që njihet në faktori politik shqiptar, lidhja shqiptare presidentit që është nacionalizmi politik shqiptar i dalë përpara në skenë si faktor politik në Ballkan. Këto ngjarje rrinë pastaj vetëdijën kombëtare të shqiptarëve dhe 10.000 filli shqiptarë që u integruan ose shqiptarët e integruan perandorinë osmane kanë rolin vendimtar, nuk si në ato ngjarje. Qoftë në mbajtjen e lidhjes Prizrenit dhe në ngjarje të tjera që erdhën më pas. Siç ishte lidhja shqiptare Prizren 10.000 filli që fillimisht në fillimet e saj ka pasur mbështetjen e Portës së Lartë dhe të sultanit. Po kështu edhe ngjarje të tjera që ndodhen më vonë dhe
elita shqiptare asaj kohe dhe shqiptarë në përgjithësi elita shqiptare kanë luajtur rolin vendimtar për të mbrojtur interesat shqiptare. Natyrisht, shtetet e tjera, shtetet e fqinjet Ballkanit ishin më të fuqishme, kishin dhe fuqi të tjera, fuqitë e mëdha, kishin miq të tyre dhe interesat e tyre dhe ndikuan pastaj në ngjarje që erdhën më vonë. Po pikërisht për këtë deshëm të flisim në pyetjen e radhës, cilat kanë qenë projektet e shteteve të Ballkanit dhe fuqive të mëdha, të cilat i dëmtonin shqiptarët dhe përkundrejt kësaj pune të madhe që bëi nga elita politike e kohës për të arritur atë pavarësinë shumë dëshiruar. Një nga marrëveshjet më të rëndësishme që i dëmton të shqiptarët shumë në historiografi zyrtare është të shmangur fare nga tretesa, është marrëveshja e Myshtegut, marrëveshja austro-ruse Myshtegut, kur është nënshkruar nga dy presidentët, dy perandorët, më falni, atyre vendeve në Myshteg të Austrisë, e cila i ndante shqiptarët dhe Ballkanin përgjithësi ndante sipas feve. Popullsinë aty e ndante sipas feve. Përkatësi, domethënë, marrëveshja e Myshtegut ishte vepra madhore e elitës politike shqiptare, e cila ndikoi te porta lart që kjo të dështonte. Çfarë ishte marrëveshja e Myshtegut, kryesisht zhvillimet e saj në Shqipërinë lindore dhe në Maqedoni ose në Maqedoninë e sotme, e cila ndante shqiptarët, ndante banorët e Ballkanit në përkatësinë fetare dhe secili shtet pastaj ballkanik projektoi zgjerimin e territoreve sipas duke i referuar popullsisë. Sidomos janë në luftat e bandave që aso kohë njëri luftat e bandave greko-bullgare në zonën e Manastirit, apo në zonën e Kosovës dhe në Shqipërinë e sipërme, që kjo ishte marrëveshja që dëmtonte më së shumti shqiptarët, por dhe që shqiptarët u mbrojtën më shumë se kurrë më parë. Me ndihmën e perandorisë osmane, aso kohë u emërua kryeministër Ferit Pashvlora. Ferit Pashvlora bëri lëvizje në fushën diplomatike, afroi ose lidhi më shumë bëri marrëveshje shqiptaro-vllahe. Mbështeti elementi vlla perandori dhe si për të bërë një mik siç ishte Rumania në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe duke qenë se Ferit Pashvlora bë kryeministri i perandorisë otomane dhe ulemat e shqiptarë në perandorinë osmane ndikuan shumë që shqiptarët ta refuzonin, ta mos pranonin kurrë marrëveshjen e Myshtegut. 10.000 filli që këto kishin interesa dhe Italia dhe sidomos Italia, e cila ka ndikuar që shqiptarët ajo marrëveshje dështonte. Ishte pikërisht marrëveshja e Myshtegut që jo vetëm nxiti luftën e bandave në Ballkan, sidomos në zonën shqiptare, në zonën e Manastirit dhe të Shqipërisë juglindore, ku janë krijuar dhe shumë qeta aso kohë, pikërisht për këto ngjarje që tham, dhe ishte pikërisht pastaj kjo marrëveshje që sjell atë që në fushën e arsimit quhet sikur perandoria otomane ka mohuar arsimin shqip në ato vite. Sepse natyrshëm lindi pyetjen, nëse u lejuan ngritja e shkollave shqipe në zonën e Ersekës, në zonën e Kolonjës, nga Petroni Luarasi e tjerë, atëherë cili faktor ndikoi që u prishën pikërisht kjo perandori të mohonte ti mbyllte këto shkolla, ishte pikërisht faktori greko-bullgar, i cili kërkonte që popullsinë ortodokse të atyre zonave ta merrte secili për vete. Dhe janë bërë shumë falsifikime atë në zyrat e gjendjes civile, në regjistrat e gjendjes civile, ku secila nga këto shtete popullsinë ortodokse mundohet ta regjistronte si të vetën, si të kombësisë vet. Normalisht patriotët shqiptarë, besimit ortodoks asaj kohe, kanë luajtur një rol vendimtar për këtë çështje, me memorandume të shumta, ata kanë bërë që të dështonte marrëveshja e Myshtegut. Ky është roli që pastaj për të reformuar perandorinë, shqiptarët aq që të integruar në perandori sa kanë bërë projekte të veçanta dhe ja kanë paraqitur sultanit, siç ishte projekti i Samifrashit në 1899 apo projekti i Ismail Qemalit, po ati viti, aso kohë për të reformuar perandorinë, me qëllim për të shpëtuar popullsinë shqiptare dhe në përgjithësi nga pretendimet e shteteve fqinj dhe nga fuqitë e mëdha. Atëherë, me qenë se ju e cekët shkurtimisht çështjen e shkollave shqipe në jug dhe çështjen e alfabetit, ju shkruani se çështja e alfabetit ka qenë më shumë çështje teknike se politike. Përse keni arritur këtë konkluzion dhe cili ka qenë roli i elitës në çështjet e arsimit shqip? Deshën diçka më shumë për këtë pikë. Po. Që në vitin 1878-1879 u krija elita politike shqiptare, elita politike dhe kulturore shqiptare në Stamboll, në perandorinë osmane, hartoi alfabetin shqip, dihet
është një projekt i Jani Vretos, i cili u mbështet nga Mehmet Ali Vrioni kryesisht, po dhe elita tjetër, u kundërshtua nga Vaso Pasha, ndonjë tjetër, por gjithsesi u pranua, shqiptarët e pranuan që në alfabetin e Stambollit janë shkruar librat asaj kohe për 30 vjet me radhë, deri më 1108. Mbasi dështoi marrëveshja e Mështegut, u kryan kushte të favorshme në perandori dhe shqiptarët mbajtën me ndihmën normalisht, sepse kanë qenë në Kongresin e Manastirit, kanë qenë përfaqësuesi i perandorisë, ka qenë i pranishëm në atë mbledhje. Dhe nuk mund të thuaj, dhe nëse ka qenë përfaqësuesi i perandorisë në Kongresin e Manastirit, nuk mund të mohohet merita që këtu ka ndihmën e saj. Dhe perandoria për mbajtjen e Kongresit të Manastirit. Po Kongresi i Manastirit u lanë 2 alfabete, 10 mi filli dhe nuk kishte se po të ishte çështje teknike, po të ishte çështje politike do lihesh një. Atëherë ishte çështje teknike, sepse që në 1879 janë bërë debate midis për krahasve të alfabetit Stambollit që ishte projektuesi Jani Vreto dhe kundërshtarëve siç ishte për shembull thash Vaso Pasha. Por ka ndërhyrë pastaj Mehmet Ali Vrioni dhe tjerë, por t'i pajtuar domethënë gjëra që ne na duhet një alfabet që të shkruajmë mirë pa pastaj zgjidhim se si ta shkruajmë. Dhe në 1908 thamë u lanë 2 alfabete, që është alfabeti arab dhe alfabeti latin, alfabeti Stambollit, diçka tillë. Dhe pastaj koha do të bëndet vetën. Ngjarjet që ndodhen në 1912 pas dhe projektet e çështjeve fundamentaliste të perëndimit u dhanë tjetër drejtim gjërave dhe u munduan të përplasën shqiptarët dhe pjesërisht ja arritën në 1914. Po, pa kaluar po. 914, cili ka qenë roli i elitës politike shqiptare gjatë periudhës osmane deri në vitin 1912. Po, roli i elitës politike shqiptare, duke filluar që nga Kongresi i Berlinit, kur perandoria osmane emëroi si ministër të punëve të jashtme të perandorisë osmane Abedin Pashdinon, i cili me rolet i si ministri për të jashtme, po dhe me rolet i adetar dhe mbështetur nga shqiptarët, elita shqiptare në Stamboll, bëri që të dështonte zbatimi i Kongresit i Traktatit të Berlinit për çështje shqiptare, sidomos në Shqipërinë e Poshtme për 30 vjet. Dhe u realizua vetëm në vitin 1914, 1913 me konferencën e Londrës. Por deri atëherë ishte elita shqiptare në Stamboll që ndikoi që të dështonte kjo traktati i Berlinit. E dyta, në fushën e arsimit shqip, nuk mund të imagjinohet se si mund të hiqet roli i elitës politike shqiptare në fushën e arsimit shqip. Se nëse do flasim se është hequr elitës politike, kulturore, ekonomike shqiptare, atëherë natyrshëm i pyetja kush e mbajti gjallë ato shkolla, ato pak shkolla që ishin? Cilët ishin ata të arsimuar, nga cila shtresa vinin, nga cila klasa vinin që ndikuan? Qose borgjezia du të dim, aso kohë borgjezia qytetit ishte shumë pak në numër dhe e paprofishëm në peshën politiko-ekonomike dhe të kohës. Pra ishte kjo. Mjafton të kujtojmë deputetët shqiptarë në Parlamentin Osman, që me shpalljen e kushtetutës së perandorisë në 1908 ishin 25 deputet ose diçka më shumë se kaq, por që ndikuan në arsim, në përhapjen e arsimit ose në mbrojtjen e tjerë, që duke filluar me Ismail Qemalin, me Sat Pashtoptanin, me Hasan Prishtinën, me Fidel Ibohovën, e plot të tjerë që ishin deputetë të Parlamentit Osman. Kjo është në fushën e arsimit. Në fushën e mbrojtjes së territoreve. Është një rol i jashtëzakonshëm i elitës politike shqiptare, që ka mbrojtur duke shfrytzuar forcën e perandorisë osmane, mbrojti territoret nga lakmit e fshteteve qing. Në moment që shqiptarët humbën mbështetjen sepse ra perandoria, humbën Detroit. Dhe kemi Shqipërinë politike të sotme. Pra roli i tyre ishte vendimtar, elita politike shqiptare, ndryshe nga paria lokale, ka mbajtur aso kohë një qëndrim të harmonizuar me fuqitë e mëdha të kohës, siç ishte Austro-Hungaria dhe Italia, që ishin më pro interesa shqiptare dhe kanë qenë për autonomi fillimisht dhe gradualisht me rritjen e klasës politike shqiptare, të inteligjencës e tjerë, vetë ty do kalonte te pavarësia. Ngjarjet që ndodhen, sidomos me luftën ballkanike, prishën projektet marrëveshjen austro-italiane të vitit 1897. Do të rikthesha edhe pak çështjes alfabetit, për shkak se ju përmendët që kishte grupe fundamentaliste që jashtë trojeve shqiptare që interesoheshin që
ky alfabet miratoi, ndërkohë që kishim një grup nga intelektualët shqiptar të cilët ishin pro alfabetit osman, pra alfabetit shqip me gërma arabe. Po, u lanë dy, në vitin 1908 në Kongresin e Manastirit të thamë u lanë dy alfabete për arsye që thamë. Që zhvillimi të popullit zgjidhte vetë, pastaj gradualisht duke përshtatur sipas rrethanat kohës. Por lufta ballkanike, lufta e shtetit ballkanike kundër Perandorës Osmane prishi planet, shumë planet të tjera, marrëveshjen austro-ruse, austro-italiane për akordin shqiptar, që fillimisht autonominë dhe pastaj pavarësinë, dhe nëse do të sulmonin shtetet ballkanike, do kaloj direkt te pavarësia. Ngjarjet edhe në atë mënyrë që një nga kushtet kryesore pastaj që Shqipëria sotme ishte projekti që u realizua, po u shpall më 1915, me 26 në prill të 1915. Ky projekt që quhet Traktati i Fshetit i Londrës synonte të bënte popullin shqiptare ta fusë në geto në Shqipërinë e Mesme dhe pjesët e tjera të jugut të veriut të Shqipërisë ku ndodheshin përkatësisht shqiptarë të besimeve të tjera, t'ia u kalonin shteteve fqinj. Dhe shteti shqiptar që do të krijohej sipas Traktatit të Fshetit të Londrës do të realizonte projektet e hershme që datojnë që nga 1517 në sistemin e kapitulacionit për Perandorës Osmane, marrëveshja franco-osmane me sistemi kapitulacione. Pra, viti sidomos, Traktati i Fshetit i Londrës nuk erdhi si rastësi, po ishin ngjarjet e 1914-s. Gjatë e 1914-s ishin zbatimi në terren i asaj që do të formalizohej me Traktatin e Fshetit të Londrës. Pra, ju paka shumë thoni që shqiptarët nën Perandorinë Osmane ishin më të mbrojtur se sa më pas, dhe kjo i dha mundësi, shkëputja nga Perandoria Osmane, pavarësia nga Perandoria Osmane, i dha mundësi fuqive të mëdha dhe shteteve fqinje që ata të realizonin qëllimet e tyre, që kishin prej kohësh? Që në fillim, që në vite kur filluan kryengitet e para në Kosovë dhe në Shqipërinë veri perëndimore. Ka lindur me nxitjen e organizatave terroriste serbe dhe malazeze. Duke nxitur, duke shfrytzuar faktorin ndarjen fetare në Shqipëri, duke mëshuar tek faktori fetar në Shqipëri. Lufta kundër Turqisë, në fakt, shqiptarët mundojnë të bënin luftë kundër qeverisë xhonturke, kundër të turqëve të rinj që bëri reforma të tashpra, në fakt për shqiptarë siç ishte Çarmatimi e tjerë, ndërsa mbreti Nikollaj Malizzi e shfrytëzoi për qëllime të tjera. Gjë që shqiptarët pastaj e kanë pranuar dhe vetë, pjesëmarrjen e tyre, s'është nevoja për të përmendur emra, po gjithsesi kështu ka ndodhur. Dhe ajo çka kishin ndërmend të realizonin shtetet e fqinj, sidomos pjesa veriore të Serbia Malizi, u duk haptazi në luftën për mbrojtjen e Shkodrës. Kur pjesa e tyre që kujtonin se luftonin kundër Turqisë, kur në fakt Shkodra ishte e Shqipërisë. Ju flisni për luftën e Shkodrës në librin tuaj, e cila ka qenë nga më të mëdhat e zhvilluara asaj kohe. Pse nuk është trajtuar më parë nga historiografia zyrtare, më falni? Po, historiografia zyrtare, si e thash në fillim, që shkruesit e historisë zyrtare kanë pasur linja politike dhe ideologjike. Dhe linja politike dhe ideologjike të historisë zyrtare duhet që edhe sot, mas kaq vjetësh, mas 25 vjetësh, që kemi të ndryshime demokratike në Shqipëri, politika zyrtare në fushën e historisë, kujdeset, ose historianët e sotëm, kujdesen të mos dalin të ruajnë 3 gjëra. E para, të demonizojnë shqiptarët musliman, shqiptarët beleda gallar në çështjet e arsimit, dhe ku nuk kanë mundësi të thonë pse s'bën më shumë. E dyta, të demonizojnë muslimanët. Dhe e treta, të mos u bjen figurat të tyre historike të krijuara në mite. I kanë kthyer në mite. Se si mund të edukohet një rini, breza të tërë, nxënësish dhe studentësh, me 4-5 figura historike të kthyer në mite, këtë bën vetëm historiografia zyrtare shqiptare. Ky ka qenë qëllimi i tyre. Duke qenë se në pjesë luftën e Shkodrës është lënë harres lufta që është më madhështore që është bërë më madhe në Europë në 25 vjet, nga viti 1912 duke nga 1898 asaj bie, i don 25 vjet lufta më heroike që është bërë në 7 muaj të rrethuar populli i Shkodrës, rreth 30.000 banor dhe ushtria e mbrojtjes së Shkodrës, dhe
të rrethuar nga gjitha anët. Fakti që kanë mohuar është sepse aty kanë luftuar komandanti Hasani Zapasha dhe 4.000 apo diçka më shumë ushtar aktiv turq dhe rezervistët shqiptarë, më shumë se 20.000 rezervistë shqiptarë të komanduar nga generali Satpash Toptani. Fakti që Satpash Toptani e kanë demonizuar si tradhtar kanë hequr nga historia tërë kontributin e shqiptarëve që kanë deru gjakun në Shkodër. Janë rreth 8.000 shqiptarë të vrarë në Shkodër. Zoti Sadiku, lidhur po me këtë luftë, doja të qartësonim së bashku që në luftën që bëhej në Shkodër, dihet që ka patur disa shqiptar katolik të cilët janë bashkuar grupeve të cilët luftonin kundër shqiptarëve musliman. A mund të themi që kjo ka qenë një luftë me karakter ngushtësisht fetar ku katolikët luftonin kundër shqiptarëve musliman? Mbreti Nikola e Malizi, që në fillim e pati si objektiv kryesor marrjen e Shkodrës dhe dije se shfrytëzoi dhe shqiptarët që kishin një urrëtie për perandorinë osmane. Dhe pjesa më e madhe dihet mirëfilli që pse për të mos i kaluar aty, domethënë është fakti i njohur që Gino Berri, gazetari italian i luftës, që ka qenë në llogore në Shkodër, përshkruan një ngjarje në librin e tij për luftën e Shkodrës, përshkruan një rrethimi i Shkodrës. Ai përshkruan një ngjarje ku një shqiptar pash mblesi të vrarëve i të plagosëve në fushën e betejës pa disa plagosur, pa njërin që ishte gjallë dhe një i vdekur. Dhe i thot këti thot hajde ta merrte ta shëronte, ta çonte në spital për ta shruar. Jo, i tha ai, do të rrit vdes këtu. Përse? Sepse jam njohur me mikun tim, kam 3 vjet pa e parë. Domethënë që ishte nga ana Malizi. Po një ushtar i vrari Malizi. Dhe ky ushtar i mbrojtjes Shkodrës që musliman nga Zadrimet. Ky musliman nga Zadrimet nuk pranoi të vinte të shërohej në spital se do të vdiste me këtë. Ishin qelluar të dy me banet në një të kohë dhe kur kishin hequr ato kapelet apo po themi mbrojtësit, kishte parë ky kishte njohur atë që ishte nga një shqiptar katolik nga Shkodra. Pra dy shqiptarë që luftonin kundër njëri tjetrit. Kjo ishte ana tragjedia e kombit shqiptar, popullit shqiptar, të cilët për fat keq nuk kemi mësuar asgjë nga historia. Dhe i takon historisë zyrtare, geografisë zyrtare, të bëj të ditura këto fakte që të tjerë studiuesit e huaj kanë bërë para 100 vjetësh, për shkak që shqiptarëve të mos u ndodhin tragjedi si 100 vjet më parë, siç ndodh sot, si ka shenja që gjysmë analfabet mundojnë të hedhin në kosht të plerave 500 vjet histori. Një nga datat madhore të historisë së Shqipërisë është edhe shpallja e pavarësisë, që më së shumti shqiptarët e njohin nga filmi Nëntori i dytë. Dihet që tek ky film, kjo histori është përshkruar sipas interesave politike dhe të kohës kur është xhiruar ky film, por gjithashtu edhe në tekstet e historisë ende kjo ngjarje përshkruhet nën atë frym. Ju në librin tuaj keni arritur të hidhni dritë mbi këtë histori, ndryshe nga influencat politike, cilat kanë qenë rrethana ndërkombëtare të asaj kohe dhe roli i elitës shqiptare të asaj kohe, roli i vërtet. Atëherë, pavarësia e Shqipërisë nuk lindi prej ditë, ashtu si thuhet në filmin Nëntori i dytë. Nuk ka mundësi që një ngjarje të mëdha me karakter ndërkombëtar, se nuk janë vetëm me karakter, shteti është subjekti i drejtës ndërkombëtare. Dhe një subjekt i drejtës ndërkombëtare nuk mund ta krijojnë vetëm faktorë të brendshëm, krijojnë edhe faktorë të jashtëm. Atëherë, faktori shqiptar ka një marrëveshje, marrëveshja austro-italiane e 1897-ës, firmosur nga 2 ministra përkatës të shteteve që citova, që thotë nëse shtetet slave të Ballkanit, shtetet slave do të depërtojnë më thellë në Adriatik, do të afrohen shumë në territor shqiptar në Adriatik, perandoria ishte gati, bashkë me këto fuqi që përmenda, të jepnin pavarësinë, të jepnin autonominë Shqipërisë. Dhe gradualisht duke forcuar nëse këto shtete ballkanike, perandoria osmane nuk do ta mbante më dot presionin slav, atëherë shqiptarët të dy fuqitë që përmenda duhet të shpallin pavarësinë e Shqipërisë. Dhe është ambasadori austriak në Stamboll, Pallavicini, i cili thirri Ismail Qemalin në një projekt. Të njëjtin projekt ja dha Syria Bej Vlorës dhe të tretit Mitat Bej Frashit. Si që i bën projekte diplomacia, normalisht nuk i bën në një variant, disa variante, dihet mirëfilli që këto ishin më përpara
veproi Mithat Frashi në Kosovë, i cili me parinë e Kosovës, me popullin e atyre zonave, nxori përfaqësuesit e Kosovës, të cilët ishin 4. Bedri Pejani, Recep Mitrovica, Sali Gjuka dhe Mithat Frashi. Asi figurë tjetër që një historia zyrtare nuk është falsifikimi total i historisë. Këta janë përfaqësuesit e Kosovës në shpallën e pavarësisë, këta 4 patriotë kanë firmosur aktin e pavarësisë. Dhe janë firma atyre janë akt. Të tjerët janë shtesa të historiografisë zyrtare. Dyta, është roli kolonisë ortodokse shqiptare në Bukuresht. Në datën 5 dhjetor, Ismail Qemali ka shkuar në Bukuresht dhe është takuar atje me përfaqësuesit e kolonisë shqiptare atje, të cilët kanë një rol të veçantë në shpallën e pavarësisë. Rruga pastaj nga Bukureshti deri në Vjenë, nga Vjena në Trieste dhe nga Trieste në Durrës, është rruga që kanë bërë shqiptarë, që kanë bërë kë përfaqësi për të shpallur pavarësinë. Normalisht u vënua Sylja Bejvlora për shkaqe të rrethanave. Mithat Frashi mori mandatet e Shqipërisë së epërme, ndërsa aso kohë kur zbriti delegacioni shqiptar në Durrës, mbrojtësi i tyre, ndihmësi i tyre kryesor ka qenë garnizoni i perandorisë Osmani që ka qenë Durrës, me në krye i komanduar nga kolonel Hamid Toptani. Këtë historiografia zyrtare nuk e përmend në asnjë rast. E thot Dhimit Zografi në kujtimet e tij, e thot shprehimisht, shqiptarët, populli shqiptar nuk do harroj kurrë Hamid Toptanit. Në atë kohë që u shpall pavarësia, kur me 28 nëntor, kishte më shumë se një muaj që shqiptarët e Shkodrës, një pjesë e madhe shqiptarë, do në më shumë se 20.000 shqiptarë, komanduar nga generali Sapash Toptani dhe nga Asani Zapasha, ishin në Shkodrë dhe mbronin Shkodrën nga rrethimi serbo-malazes. Një episod që jepet në filmin Nëndori 2 është qesharak kur thotë që komandanti turk aty donte të pengonte delegacion shqiptar, kur ministri i Pushtetit Jashtëm të Turqisë ka qenë në dieni të këtij akti, sepse ishin të ingranuara, të rakorduara me veprimet e diplomacisë austro-hungareze dhe italiane. Pra, historiografia zyrtare fajson kryengritësit e Shqipërisë së Mesme e Sapash Toptanin për dështimin e Princ Vidit. Vim në një periudhë të më vonshme, më pas. Pra, ju po e paraqesni pavarësinë e Shqipërisë, një skenar të përgatitur nga fuqitë e mëdha më parë, dhe ishin Ismail Qemali dhe figurat e tjera që ne njohim nga historia, kanë qenë thjesht të deleguar prej tyre. Dhe vetë Perandoria Osmane ishte në dieni të këtij eventi. Vim më pas kur po këto fuqi të mëdha sjellin Princ Vidin në Shqipëri. Zyrtarisht ne njohim me Sapash Toptanin si faktor pengesë për dështimin e tij. Cila është e vërteta sipas dokumentave që ju keni studiuar dhe fakteve që ju keni paraqitur në librin tuaj? Princ Vidi erdhi mbas disa muaj diskutimesh të diplomacisë ndërkombëtare, ku ishin disa kandidatë, 3 ishin shqiptarë dhe 3 huaj, ku 3 shqiptarët ishin në Prengbi Dot Pasha, ishte Ismail Qemali dhe Esa Toptani, secili veç e veç, dhe të 3 bashk ata përbënin profilin e Shqipërisë kohës. Po kështu ishin dhe të tjerë, por diplomacia mbas disa më zgjodhi Princ Vidin. Për arsye tani që janë thënë në histori, nuk është se nuk janë thënë, dhe të gjithë shqiptarët aso kohë kanë pranuar Princ Vidin dhe kanë pritur, e sa Sapash Toptani ka qenë në këtë delegacion që vajti e morën dhe e sollën në Shqipëri, por me ardhin e Princ Vidit në Shqipëri, Princ Vidi kishte 2 opsione. Një që i tha diplomacia dhe ajo italiane në përgjithësi, që do qeveriste një popull në atë gjendje si ishte, dhe tjetra që ishte me qarqet fundamentaliste të Perëndimit që do të zbatonin projektet e 1400 para 1453-shit. Nuk zgjodhi të parën, që i tha diplomacia, zgjodhi të dytën. Dhe i ka ngritur çmimet dhe nuk e vurin në jurisdiksionin e shtetit shqiptar, teritorin shqiptar, kur Sapash Toptani i kërkonte të vinte në jurisdiksionin e shtetit shqiptar, të gjithë teritorin shqiptar, sidomos në jug të vendit që po masakroshin shqiptarët e besimit musliman, Koloneli Thompson ishte sabotatori kryesor i tij. Pra, Koloneli Thompson që historia zyrtare shqiptare e ka bërë hero. Në qoftë se për ata që janë kurreshtarë, le të lexojnë gazetën Taraboshi, të atyre ditëve, të ditëve të majit. Pra, elita shqiptare, që nga Ismail Qemali, që nga Esa Toptani, Müfit Bejlibova dhe të tjerë e kanë mbështetur
kanë mbështetur princ Vidin. Ishte politika që ndoqi Vidi. Dhe sidomos, sepse dihet mbas vitit 1912 politika austriake ndryshoi nga Shqipëri, sidomos mbas prishjes saj me Italinë, që është prishur për shkak të ndërhyrjes së të kontit Alfred Rothschild. Atëherë ndryshoi edhe politika e Austrisë ndaj territorit Ballkanit, sidomos ndaj Shqipërisë. Dhe princ Vidi nuk ishte e Satoptani që sabotoi princ Vidin, por ishin fuqitë e mëdha që e hoqën pastaj vetë për e detyruan të largohej, sidomos diplomacia gjermane, sepse dështoi duke vrasur shqiptarët mbi baza besime fetare. Pra ju po aludoni që ka patur një konspiraci anti-muslimane? Po, është dokumentuar me qindra libra, është dokumentuar me dhjetra akte diplomatike. Një po përmend vetëm një rast. Kur princ Vidi, ditën që princ Vidi erdhi në Durrës, kur erdhi princ Vidi, në Vlorë, kur shpall ato ditë, ishte shpall pavarësia, por një ditë të bukur, këto mund i gjeni në kujtimet e Kristof Floqit. Kjo që po përmend tani, partizanët e Vidit u hodhën mbi burrat e besimit musliman dhe hoqën festet, si kishin ato festet atëre, dhe këta vajtën u akuan tek Ismail Qemali, kuptohet, 200 vetave, vetëm për simbol që ishtin festet që mbanin në kokë, se do bënin një botë e re, një shtet të ri. Pra, do ndërtoni një shtet mbi frymë, unë s'po e them ashtu, po mbi baza fetare, mbi baza urrëties. Pra kishim një kryqëzat të re, kishim një kryqëzat të re brenda shtetit shqiptar. Brenda shtetit Po, shqiptar. është një kryqëzat, viti 1914 është kryqëzat e re brenda shtetit shqiptar. Si pasojë kësaj kryqëzate janë vrarë me mijëra njerëz, kanë vdekur urije në ullishtet e Vlorës, sidomos nga Shqipëria e poshtme, nga Shqipëria e Jugut, sepse Shqipëria e poshtme ishte rënë në dorën e grekëve, por Shqipëria aktuale e Jugut. Pra u vdiqën me mijëra vetë. Dhe nëse doni të tu jap një detaj, sepse aso kohë aq e madhe ishte shplarja, kishte filluar shplarja e truve dhe atëre, sa një grua nga Berati kënaqej që ishin ndjekur shtëpitë e zonës e Jugut, mjafton të shikonte princ Vidin. Një lloj si tjetër që mos të rrinë dhe pa bukë dhe pa ujë, kjo që mbas 100 vjetësh, vetëm që të ishin bashkë këta që sundonin vendin. Po, se normal princ Vidi ishte paraqitur si figura që do të Po, se do bashkonte princ Vidi ishte me atë frymë erdhi, me atë mbështetje erdhi, me aty gjeti mbështetjen, që nga Ferit Pash Vlora. Ai nuk ishte më kryeministri i Perandorisë Otomane, perandoria kishte rënë, por ai ishte figurë qendrore e elitës shqiptare, është figurë qendrore, figurë madhore e elitës shqiptare, dhe ai ka ndikuar shumë që vinë princ Vidi. Nëpërmjet mbretit dhe madje ka nxitur nëpërmjet mbretit romanisë, që kishte mbretëresha romanise, kishte kushëri, dhe ka ardhur këtu, është bërë garant elita shqiptare, bejlerët shqiptare, që nga Ferit Pash Vlora, që nga Satoptani, dhe të tjerë janë bërë garant. Por, brenda disa muajve, princ Vidi arriti që gati të fusen luftë shqiptarët me një tjetrin. Ndoshta për shkak të tendencave fetare që ai synonte të sillte dhe kjo përbënte një princ ndasi. Vidi ka zbatuar pik për pik planet Austro-Hungarisë. Jo planet e qarqeve jo diplomatike, por të qarqeve më të zeza anti-shqiptare. Të errta do të Më të themi, errta që nuk ishin anti-shqiptare, që zyrtare. s'kishin zyrtare. Po që vepronin dhe kishin një ndikim. Mu këtë arsye preku interesat e diplomacisë ndërkombëtare, sidomos të Gjermanisë, dhe ata kanë ndikuar fort që ta largojnë pastaj nga Shqipëria, t'japin urdhër ta largojnë. Normal, se Kjo, komandonin këto që po them tani janë të dokumentuara në dokumenta diplomatike italiane të vitit 1914-1918. Janë në bibliotekën kombëtare, për gjithë ata që janë kureshtar, janë në disa vëllime me mbi 400-500 faqe. Nëse duan të dinë rolin e shqiptarëve në Perandorinë Osmane, mund të lexojnë një libër, Çështja Rumeliote, e një historian italian, është një libër në bibliotekën kombëtare për 1000 faqe. Që hedh dritë mbi këtë periudhë historike, të cilës unë jam referuar dhe të vërteta të pathëna në tekstet e historisë. Të vërteta të pathëna dhe është fatkeqësi e madhe për jo vetëm për historiografisë, por për brezin e ri shqiptar, për studiuesit shqiptar dhe për të rinjt shqiptar që mësojnë historinë, që kanë krizën e madhe të identitetit brenda vetes dhe si shkak i mosionit historisë tyre. Pra mund ta quajmë një mashtrim i madh historik. Është një mashtrim i madh në historisë, është një krim i madh që Akademia e Shkencave ka bërë kundër historisë kombëtare.
Dhe Instituti Historisë po vazhdon të bëjë të njëjtin gjë. Kush është interesuar dhe ai që shprehu nga historia dhe nga figurat historike kanë të drejtë morale dhe ligjore të drejtojnë gjyqit për të pastruar të afërmit e tyre nga balta që ka hedhur historiografia zyrtare. Në mënyrë pasi provë, pasi fakt, vetëm mbi qëndrime politike, anti-beler, anti-gagallar, anti-musliman. Pra, si që duket nga këto që ju po paraqesni, harmonia fetare nuk që nga aq e bukur sa që na paraqitet. Përkundrazi po dalin që gjitha ngjarjet historike kanë shumë frym fetare brenda tyre dhe shumë influencë armiqësore midis dy feve kryesore, ato katolike dhe muslimane. Harmonia fetare në Shqipëri, me kaq sa është realizuar duke sakrifikuar disa shtresa të tëra të shoqërisë shqiptare, figura të tëra. Unë po u them vetëm një rast. Aso kohë pati një frym të madhe kundër belere për popullit muslimanëve e tjerë dhe ju kërkua Komisioni Ndërkombëtar të Kontrollit dhe Qeverisë Vlorës të largonte Esat Toptanin nga qeveria, të largonte Esat Toptanin në kohën e Prezidit, ta largonin, ju kërkuan qarqe fundamentaliste, po apo mos themi, po dihet mirë filli, ato që veprojnë sot kundër popullit shqiptare, shumicë. Kjo është sakrifikuar, janë sakrifikuar figurat mëdha historike, është sakrifikuar historia e popullit shqiptar. E atyre që bën historinë, sepse janë paraqitur si armiq. Historia e komunizmit në Shqipëri fillon në 8 nëntor të vitit 1941. Dhe historia e komunistët shqiptarë nuk kanë tagër të bëjnë historinë e Shqipërisë, të shkruajnë historinë e Shqipërisë. Historia e Shqipërisë atyre që kanë bërë historinë, atyre që kanë sakrifikuar për këtë vend dhe për këtë popull. Nuk e kanë tagën ata. Para vitit 1941, historia e grafia shqiptare, e majta shqiptare, ka disa figura terroristësh, si që është Avni Ustemi, si që është Riza Cerova, politikan të nivelit të lartë të majtë, si që është Fanoli, por kur nuk kanë ndikuar këta persona që përmenda sot në shpallën e parasisë Shqipërisë, në lidhjen e Prizrenit, në konventin e Dibrës, në konventin në manastir e të tjerë. Ato e kanë bërë shqiptarët që kanë dashur këtë vend, që kanë vdekur për këtë vend. Dhe kur asnjë tentativë edhe sot nuk mund të realizohen dot kur aventurierët që kujtojnë se do fshihin historinë e kombit shqiptar. Historia e kombit shqiptar është në arkiva, po ja u kam thënë, dhe në bibliotekë kombëtare. E keni sallën e albanologji, balkanologjisë. Mjafton të përkthehen ca libra, aty vetëm kaq duhet. Zoti Sadiku, duke ju falenderuar për kontributin tuaj për këtë bisedë me fakte dhe argumenta dhe me një frym shumë të pavarur, ashtu siç ne do dëshironim për shikuesit tonë. Jemi në fund të emisionit tonë. Unë do t'ju sugjeroja atyre që ndoqën këtë emision, librin e Zotit Sadiku, për të patur më shumë informacion dhe për të zgjeruar njohuritë tuaja rreth çështjeve që neve diskutuam dhe rreth kësaj periudhe historike. Ju faleminderit, miru takofshim në emisione të tjera. Selam aleikum. Faleminderit.